Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ishte i pranishëm këtë hënë në foltoren e PD-s para kryeministrisë. Noka u shpreh se opozita nuk po zhvillon betejë ndaj mazhorancës për interesat e veta, por për popullin. Teksa i drejtohej demokratëve të pranishëm, Noka hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se ka instaluar një regjim qeverisës, përmes së cilit nuk po u vështirëson jetesën qytetarëve shqiptar. Mëtej Noka tha se Europa i ka bërë blokadë Shqipërisë, por Rama nuk mban përgjegjësi për këtë. Në këtë foltore ku flet liria, ku flet zëri i vërtetës, ku flasin qytetarët që e duan këtë vend dhe të cilët luftojnë dhe janë mbledhur për këtë arsye, në këtë vend ku flitet, bëhet betejë jo për një forcë politike thjesht, por bëhet betejë për lirinë dhe demokracinë e një vendi. Çdo folës është zëri i vërtetës, është zëri i qytetarëve. Ndryshe nga ai parlament që është kthyer thjesht zëri i kusarve dhe i narkosit dhe jo më i qytetarisë. Efektet e këtij reagimi e protestës dhe përballjes tonë janë të qëndrueshme. Negociatat riskohet të bllokohen tërësisht. Pse? Sepse Shqipëri qeverisë Edi Rama dhe qeverisja e tij është antidemokratike dhe është një qeverisje që ka bllokuar rrugën drejt Europës. Ati s'ja ndjen. Ai thot fajin e ka opozita, Europa fajin e ka. Në fushat ju premtoj shqiptarëve Europën. Tani kur Europa i bën blokad, sepse ai bëri blokad ligjit dhe drejtësisë, fajin e pas ka Europa. Por nuk ndjen përgjegjësi. As don t'ja di fare. Ndër të tjera, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike tha se protestat kanë dhënë efekt dhe se është detyra e opozitës të drejtojë rrugën e ndryshimit.